Zoti na drejtoi të tërë vëllezër dhe motra që jetën tonë të bëjnë vullnetin e Zotit, atë që ka vendosur Zoti për secilin prej ne. Vitet kalojnë edhe çdo ditë që kalojnë nga jeta jo vëllezër dashur, zvogëlojnë ditët e jetës tonë në këtë botë. Edhe atë që mundem ta bëjmë sot, mos ta lëmë për nesër. Nëse ke diçka që në zemër të bësh e të bëj, ta bëjmë sa më shpejt, sepse e nesmja asnjë nuk e di. Çfarë do që bëjmë për Zotin është vetëm një gjë që të ngelet. Se kur do vi i flaka të tëra do djegën, e tërmeti të tëra do bjen, por ai që bën veprën e Zotit, vullnetin e Zotit, ai të ngeli, por jetë të fjala e Zotit. Vëllezër dashur, i lutemi Zotit dhe Frymës Shenjtë që të njëjtë na bindi në zemrat tona për vendimin që morëm, për besimin që kemi, mos të nditet kur besimi jonë. Atë që bëri Jezusi për Pietrin, kur ishte para se të kryqëzuar Jezusi, nxënësve i thosh Jezusi, lutuni me mua. Por nxënësit vëllezër të dashur ishin të dëshpëruar, edhe kur vini dëshpërim në zemër nuk kemi orëç për shumë gjëra. Para se të vërtet i thënë Jezusi që ti do më mohosh, por unë luta për ty, i tha Pietrit, që mos të tronditet nëse themi besimi juaj. Është shumë e rëndësishme vëllezër dashur, të fillojmë me besim, të hesim në besim e të mbarojmë me besim. Vëllezër të dashur, sytë e tanë tek Zoti, tek ai që hipi në kryq. Hapi krahun e tij, hapi të dyja krahët, e na përqafoi të tërë edhe vdiku dashuri për të tërë ne. Mos harrojmë kur, ai na ftoi, edhe ai do na pres një ditë kur ndrojmë jetë, na pret ai përballë vëllezër dashur, ka përgatitur Zoti shumë gjëra. Nuk do marr shumë kohë, doja të lexoja disa vargje nga Bibla, është letra e parë e Jonit, është letra e parë e Jonit, kapitulli 3, 3 vargjet e para do doja të lexoja. Letra e parë e Jonit, kapitulli 3, 3 vargjet e para vëllezër dashur. Shikoni çdo dashuri të madhe na ka dhënë Ati që të bëhemi bijtë e Perëndis. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Të dashur, tani jemi bijtë e Perëndis. Dhe ende nuk është shfaqur, është do të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim atë si është. Dhe kushdo që ka këtë shpresë në të, le të pastrojë vetveten siç është i pastër ai. Amin për fjalën e Zotit vëllezër të dashur. Shikoni që dashuri të madhe na ka dhënë Ati. Njeriu vëllezër të dashur që nuk e di çfarë shpejt të përdor, njeriu që është i verbër, çfarëdo që të ketë pranë ti, çfarëdo që të ndodhi pranë, dielli që lind në mëngjes, dielli që të perëndon në darkë, pemët, lulet, çfarëdo që ndodhi, nuk mundet të shikoj të tëra këto. Kje e parë që të kuptoj dikush që të shikoj duhet sytë, të jenë të pastër, sytë të punojnë, edhe atë bëri Zoti vëllezër të dashur në jetën tonë, që na hapi sytë, na ringjalli trupin, shpirtin, frymën, edhe na hapi sytë që të shikojmë të tëra atë veprën e mrekullueshme që bëri Jezusi për ne vëllezër të dashur. Ne nuk ishim prezencë atë ditë që kryqëzoi Jezusi, por na jep atë bindje vëllezër të dashur, e kemi e jetojmë ato çastet që Jezusi kryqëzoi. Jemi tepër të bindur për atë. Atë bën fryma e shenjtë. Edhe dashuria e Perëndis u shpall atij vëllezër të dashur. Jezusi e tha, aq shumë e deshi botën Perëndia, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që të besojë tek ai, mos të humbas, por të ketë jetë përjetshme. E diku tjetër Jezusi e tha përsëri që s'ka dashuri më të madhe se sa kjo, që dikush të japi jetën e tij për dikë. Edhe Jezusi vëllezër të dashur nuk na tregoi dashurinë vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Shëronte, jepte sytë atyre që shikonin,
I prin kënd atyre që sesin, falte njerëzit nga mëkatet, çlironte njerëzit, edhe arriti, të thosha në kulm atje, që mori vendimin të ecin të vënë në Jeruzalem, duke ditur se çfarë e pret në Jeruzalem. Por Jezusi prandaj erdhi në këtë botë dhe dashur. Unë kam pushteta e të vesh shpirtin e mos ta vëun por unë prandaj erdha që të vdes për mëkatet e tuaja. Shumë ja thonë nxënësve Jezusi, ata nuk mund të ta kuptonin, nuk donin ta pranonin. Por Jezusi vëzë dashur erdhi për atë arsye që të vdeste në kryq për mëkatet tona. Edhe Gjoni tani ishte prezent, ishte përpara të tëra atyre ngjarjeve, mbas shumë viteve tani shkon një letër, edhe to shikon që dashuri të madhe na ka dhënë ati që të quhemi bijtë e Perëndis. Me vdekjen e Jezusit, me ringjalljen e Jezusit, erdhi dhe ringjallja jon, edhe Zoti në tek Ungjilli sipas Gjonit te kapitulli i parë te versi 12, Gjoni përsëri thot, ata që pranuan Jezusin si shpëtimtarin e tyre në jetën e tyre, atyre i dha Perëndia pushtet që të bëhen bijtë e Perëndis. Nuk është se ne zgjodhëm Zotin, por ai na zgjodhi na kjo botë, edhe na dha këtë pushtet vëllezër të dashur që të bëhemi bijtë e Perëndis. Titull më të madh do thosha, nuk mundet të ketë dikush në të botë që të jetë biri Perëndis. Edhe kjo është diçka reale, diçka e vërtetë. Është diçka vëllezër të dashur që duhemi ta shijojmë të jemi bijtë e Perëndis. Ai na zgjodhi, ai na quan jemi bijtë e Perëndis. Edhe kjo gjë duhet të na japi gëzim. Shumë herë mund të mos ta mendojmë këtë gjë, por vim shumë herë frymë Perëndis vëllezër të dashur që na viziton, edhe herën e parë që na jep besoj, është gëzim. Gëzimin e shpëtimit tonë, është gëzim që themi tani, unë jam biri Perëndis, Zoti më ka shkruar emrin në librin e jetës, shumë pse të shtoj më shumë të njëjtë me njerëzit që nuk besojnë te Zoti. Atëherë vëllezër të dashur, ta kemi gjithnjë parasysh, mos harrojmë kur të ngrejmë sytë sikur i thon nga qielli, e të dimë që Ati jon është në qiell edhe na shikon. E para, jemi bijtë e Perëndis. Prandaj bota nuk na njeh sepse nuk e ka njohur atë. Kur parkuam këtu makinën, më kapa një burr që ishte aty, që rrim çik në tutje. I thash një kalendar, mundohet të flisja çik, edhe i thash Zoti të dojë, provuam dhe neve është i vërtet, tha juve jemi aty, më tha muaj. Po pse humni kohën kot, më tha muaj. Qa bëni që humni kohën kot, më tha muaj. Nuk kemi në një tjetër të bëni. O dha i thash, nuk e bëjmë këtë se s'kemi qa të bëjmë i thashun. Por ne shijuam jetën tonë, sepse Perëndia është i gjallë edhe na tregoi që ka jetë tjetër. I fola çik me jetën e Zotit, por atë kuptova tani, nuk mundet ta njohim vëllezër bota, nuk mundet na pranojnë sepse nuk ka njohur Perëndin. Nëse vin Zoti e viziton atë, i shpallet atë direkt dhe të thotë jeni vëllezër të mi. Atë bëri dhe Zoti në jetën tonë vëllezër të dashur. Prandaj mos ke kuptoj asnjë njeri që mbase s'na kupton sepse nuk ka njohur Ati vëllezër të dashur. Kemi gjithnjë dashurim në zemrat tona, edhe tek rrjeshti i dytë të dashur tani jemi bijtë e Perëndis. Dhe ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai do jemi të ngjashëm me të, sepse do shohim atë sy në sy. Vëllezër, të imagjinojmë se këto fjalë të Zotit që Gjoni ndërmjet frymës së Shenjtë shkruan, të imagjinojmë sepse ne tani besojmë te Jezusi, nuk e kemi parë. Por përkundërës që si kemi parë, e duam. Flasim me tërë bindje që na shikon, është këtu ndërmjet nesh, jemi të bindur, por do vi ora që do ta shikojmë dot sy me sy. Aleluja. Imagjinoni vëllezër të dashur çfarë bekimi i madh do jetë atë ditë. Një nga nxënësit e Zotit i thomai kur u shpall diellën, një të diellën, Jezusi nuk ishte atje. Edhe ai kishte atë në zemër, thosh, unë po se pas me sytë e mi, thosh. Po se vura dorën atje tek plagët, nuk mundet besoj. Vëllezër të dashur, ai ishte i sinqert vërtet të desh, po Zoti nuk ja mohoi atë dëshirë. Zoti është i njëjtë vëllezër të dashur. Por neve do ta shkojmë një ditë, edhe ajo është vëllezër të dashur takimi i kishës me Krishtin. Do jetë ai takimi bekuar, ai takim vëllezër të dashur, që nuk do ndahemi kurrë prapë pastaj. Nuk do ndahemi më pastaj, nuk do jetë as mëkati në mes, nuk do jetë as
i ligu në mes gjithashtu, do jemi gjithnjë pranë me Zotin. Do t'ju jap një histori nga Bibla të vogël e do mbaroj me të fjalë. Kur Jakovi, vëllezër të dashur, mësoi që Jozefi është gjallë, mori aq fuqi thot Jakovi, edhe priste orën në orë ta shikonte birin e tij. Vëllezër të dashur, neve të kemi gjithnjë në zemrat tonë që Jezusi është i gjallë, edhe na prek. Sytë tanë t'jenë nga qielli, edhe diçka tjetër, e kemi atë shpresë, që do ta shikojmë. Na thot fjalë e Zotit që ai që ka të shpresë të pastroj vetveten e tij nga çdo lloj mëkati. Çfarë do që të jetë ajo vëllezër dashur, çfarë njove mund kemi në shpirt, në zemër, në mendje, kudo, të kërkojmë Zotit të shkoa që Zoti vëllezër të dashur pastron kishën, përgatit kishën, mos të mbaj mas dhe një gjë vëllezër të dashur. Mundet mos t'i di asnjëri se çka ka në zemrën time, ta di dhe Zoti. Vëllezër, Zoti nuk do vetëm të na fali, por do dhe të na shtriroj. Sepse nëse na fal edhe nuk na shtliron, prapë të njëjta do bëjmë nesër. Por Zoti do të na fali, do të na shtriroj, të jemi të lirë. Edhe njeriu i lirë nuk është më sklav i mëkatit, e asgjë vëllezër. Jeton lirinë që Zoti na jep. Amin.